kanë treguar që teknologjia e re, sidomos përdorimi i dronëve, është e pamundur që të kontrollohen dhe të interceptohen e të zgjesohen. Kanë shumë faktorë, shumë arsye të cilat bëjnë të mundë që ata të shkojnë dhe të godasin. Dhe me gjithë mbrojtjen që ka bazat amerikane në linjën e mesme, ata kanë patur pamundur për të devijuar dhe për të zgjesuar gjithë arsenalin e raketave dhe në veçanti të dronëve. Dhe një nga të cilat është goditur dhe aeroporti, ku ka ngel, me sa unë kam informacion, një vdekur dhe disa të plagosur punojës të shërbimit atje. Dhe kanë mbyllur përkohësisht edhe portin. Këto janë reagime në kundërpërgjigje të njëra tjetrës. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës të detyruar siç ata e motivojnë për të mos u rrezikuar trupat e tyre që janë të vendosura në distancë nga ngushtia e Hormuzit, dhe pastaj pjesa iraniane në një farë mënyrë është kundërpërgjigje që ata bëjnë ndaj vendeve të tjera për të shkaktuar dëm atyre, por edhe për t'i shkëputur pak nga pjesa amerikane dhe për të mundur t'i bëj pjesë të tyre që deri tani nuk ja ka arritur dhe se ka pas të sukses me këtë. E ndihmojnë planin e paqes apo e minojnë edhe më shumë këto sulme dhe kundërpërgjigjesh? Po ta shohësh, për momentin duket sikur shkojnë në kahjen negative të planit paqes, por parë në këndvështrimin tjetër jam i bindur që urat e komunikimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Pakistanit, Katarit dhe delegacionit e Iranit nuk janë shkputur për asnjë çast. Por në momentet të caktuara prevalon ka në pushim, ka në thyrje të armë pushimit, ka në qetësi, ka deklarata të cilat janë kontradiktore si gjithmonë, por komunikimi atje ka vazhduar dhe vazhdon, dhe jam i bindur që shumë shpejt do të ulen në një negociat, tavolinë negociatore me ndërmjetësimin e kryesisht të Pakistanit dhe të ekspertëve për të parë se cila do të jetë finalizimi i marrëveshje paqe me kohë, them me kohë të kufizuar. Me kohë të kufizuar? Me kohë të kufizuar. Pra që do të përfshi vetëm pjesën e Hormuzit dhe zgjidhjen e situatave aktuale dhe çështje bërthamore më pas? Besoj që do të vi gradualisht, do jetë sepse është e pamundur, aty duhen prova. Po marrim vetëm programin bërthamor. Vetëm jo sitet e përpunimit dhe të pasurimit të uraniumit, se tashmë ato askush nuk e di fatin e tyre me gjithë goditet e përfshira të realizuara si vitin e kaluar në qershor, ashtu edhe këtë vit. Por askush nuk e di fatin e uraniumit që ishte gjende pra dhe që përbën një rrezik të madh, sepse pasurimi i tij në një mas 60% është shumë afër mundësisë për të prodhuar koka me mbushje bërthamore. Dhe në këto kushte është shumë e vështirë të thuhet ku ruhet. Ruhet i tërë në një vend, ruhet i ndarë i copëzuar, sepse ai përbën rrezik edhe ashtu siç është. Nëse ka rrjedhje, nëse ka goditje, ai përbën rrezik për vetë Iranin dhe për gjithë rajonin. Kështu që do një kujdes të madh dhe jam i bindur që marrëveshja do të vendoset, por do të jetë gradualisht nën kontrollin e ekspertëve. Kontrolli i ekspertëve do thoshte rikthimin e agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike, sepse ata janë ekspertët. Ata do të shohin ku është dhe si do të veprohet me të. E para marrëveshja do përcakton, si mund të themi, rrugkalimet kryesore, çfarë do të bëjmë? Bien dakord Irani që të mos e ketë, bien dakord që të mos e zhvillojë programin bërthamor për 10 vjet bie fjala. Ku ta çojë atë dyta? Do ta hollojë dhe do ta përdor nga ekspert, do ta përdor për nevojat e veta ekonomike, e treta do dalë një vend tjetër që do ta marrë dikush, por kam bindjen që Amerika këtu nuk mund të tolerojë, sepse ka qenë një dhe mbetet një nga objektivat kryesore përse u fillu ky konflikt. E vërtet, pra, absolutisht, sepse është edhe për Izraelin, edhe për linjën e mesme, por është për te linjës mesme. Por a ka pikpyetje, mund të ketë bërë Teherani dhe regjimi atje edhe në një zhvendosje të një sasie të uraniumit gjatë kësaj periudhe nga 28 shkurt jashtë vendit? Këtë është ngelet për tu parë. Se brenda vendit po edhe jashtë vendit edhe mund ta ketë. Mund të ketë bërë ka pikpyetje. Është e mundur, sepse nuk mund të kontrollohet gjithaj territor. Dhe detyrimisht që garda revolucionare dhe të tjerat që veprojnë në Iran dhe fuqia e pa diskutueshme që ka regjimi mund të realizojë këtë dhe mund ta ketë marrë dikush tjetër, pra mund ta ketë marrë nga Rusia, mund të ketë Kina apo dikush një vend i besuar. Por amerikanët pa e verifikuar këtë do ta kenë shumë të vështirë që të besojnë dhe ta këmbgulin atë pjesën që ta marrin vetë dhe ta azgjësojnë vetë, ose të përdorin forma për ta holluar, ose do ta përdorin këtë pastaj për pjesë tjera. Për tu parë.
por në këto kushte, kjo është pika më kritike e këtyre bisedimeve. Ngërë që ka patur që në fillim, si ngushtisa hormonit ashtu dhe programi bërthamor, por krahasuar me të tjerët. Pasi jemi bindur që Amerikanët në shkrim në marrëveshje nuk mund ta bëj, ata do të kërkojnë një pikë, po them unë. Ato pjesa e përdorimit të fondeve që janë ngurcuar rreth një bat fjalë rreth të bllokuar rreth 20 miliard, nuk janë pak për Iranin dhe gjendjen në të cilën ndodhet. Dhe detyrimisht ato aset ata nuk do t'i lërojnë menjëherë. Kjo s'kan se si, kjo do jetë, o do hecin duke besuar ke njëri tjetri, por të kenë edhe element garancie në dorë. Pra, ky do të marrë programin bërthamor. Kush do të jetë filtri i garancisë, vetëm agjencia atomike? Absolutisht, nuk mund të jetë dikush tjetër, sepse nuk pranojnë të jetë dikush tjetër. Amerikanë nuk pranojnë të dalë një strukturë tjetër ndërkombëtare, më e mirë se kjo që ishte e ngritur dhe ka funksionuar deri vitin 2016, askush nuk mund ta bëjë. Dhe detyrimisht që unë them që kjo do të jetë ajo, edhe duke e lënë Organizatës Kombeve të Bashkuara, sepse ata janë në varësinë e Kombeve të Bashkuara, por janë dhe ekspertë e specialistë të cilët kanë punuar. Dhe deri në 2016-2017 ata kanë qenë aty. Pra bësh përpunime dhe pavarësisht se mund të bënte Irani, por kanë punuar dhe kanë raportuar dhe situata sot që ne e flasim, që nga viti 2018 deri sot gati 10 vjet, janë mbi bazë informacioneve që këta kanë marrë dhe kanë pa atje, e kanë dokumentuar dhe e kanë përcjell si Organizata e Kombeve të Bashkuara edhe në selitë të tjera diplomatike. Kjo përbën atë pjesën që ka informacion. Tash informacion i updateuar siç ju pyetët nuk ka. Asnjëherë nuk mund ta thotë, vetëm ata të cilët iranianët, të cilët edhe ata e kanë me kufizim përdorimin e këtij informacioni të klasifikuar. Nuk mund thotë askush me garanci se ku është sot. E ku gjendet? Është i copëzuar, është i ndarë, është i rrugëlluar në tunele nën toksore të paprekura, është i holluar apo është jashtë vendit. Askush nuk mund ta thotë. Dhe kjo do të ngelet që për atë thash që marrëveshje e kufizuar në kohë për shumë arsye. Dhe një nga cilat është programi bërthamor.